Zgjatimi i bulevardit të ri të Tiranës ka bërë që kryeqyteti të mbetet pa stacion treni dhe ai që ishte të transferohet drejt Vorës, gjë që krahas kostos kohore ka dhe shpenzim dyfish më të madh monetar. Na u desh të bënim 17 kilometra për të shkuar në stacionin e trenit në Vorë, në një udhëtim jo fort të këndshëm që zgjati afro 30 minuta, dhe ajo çka të ofron ky stacion të ngjan si një shkërtëtirë e harruar edhe pse në shekullin e 21. Nëse do të duhet të merrje një informacion se kur niset treni, ishte e pamundur, se edhe ajo kiosk e rënuar e biletarisë ishte e mbyllur. E teksa nga halli u është dashur të lëvizin drejt destinacioneve të ndryshme në pikë të Vapës, banorët e zonës përreth shprehen se ky ndryshim linje e transporti u kushton më tepër dhe shpesh herë kthehet në maks për ta. Pasi edhe vetë autobusët të vënë nga bashkia, shpesh herë humbin dhe detyrohen të lëvizin me mjetet të tjera transporti më të kushtueshme. Kanë sillat e bus, një autobus kanë sillat. Ka herë mushat plot, do shtrëngohesh aty mëna. Tani më mirë do ishin në Tiranë, se këtu janë bërë këto probleme, rrin dhe këto vagona këtu. Edhe këto të mallave, probleme janë bërë disa herë kanë toku rrugën. Thujtë nga e keqja s'ke ç'a të bësh, nga halli do thosh me tren. Me fugon, erdhëm. I valit jemi, me fugon vim, asnjë përkraje s'kemi nga asnjë njeri, vetëm nga krahët e tona. Për pribret. Popullsi shumë, shoferët grinë me lek, se si do t'jetojmë, se si do t'rrejmë Zoti e di, Perënia e di. Një ditë më parë, kryebashkiaku Basha inauguroi nisjen e punimeve për bulevardin e ri, çka sipas tij do të përmirësojë ndjeshëm jetën e kryeqytetasve, por kjo gjë nuk u prit mirë nga banorët e prekur nga ndërtimi i këtij bulevardi, duke kundërshtuar dëmshpërblimin e dhënë nga vlera reale që u takon.